Mi mbroma mirë se vini në hapjen zyrtare të klinikës tonë të re Care Hairfix. Mendoj që ka me pas shumë suksese dhe unë i uroj shumë suksese. Është njeri me vlera të mëdha shumë. Se të doki besoj shumë. Faleminderit për vizitën, faleminderit për kohën që ju jeni pjesë e sukseseve, ju vetëm ju gazetar, për në gjithë njerëzit se cilët kanë qenë pjesë e Dentfix që janë me mira. Po mendoj që ndryshe nga të tjerët do të ofrojmë pjesën e robotikës, e cila robotika DHI ne mundson domethënë lehtësim të punës dhe mendoj që arritshmëritë e asaj teknologjie janë shumë të mëdha dhe janë domethënë edhe efikase, edhe përshpejtojnë punën, edhe lehtësojnë domethënë punën, edhe pacienti është pa dhimbje, edhe nikosisht bëhet një pjesë ku vendoset folikuli i flokët me anë të magnetit, do ta shihni në të ardhmen edhe në për video që do t'i publikojmë, ku nikosisht ato bëhet edhe një pjesë e pastrimit dhe folikuli i flokët diku në 4 gradë Celsius, domethënë që arrin atë temperaturën që mos mu dëmtu folikuli i flokët. Do të jenë edhe shërbime tjera të estetikës, të cilat do t'i kemi shërbime me intervenimet me fillera, me botoksa, në atë pjesën ku tash do të fillojmë, besoj që do të arritni në rezultatet e asaj ku do të bëhet domethënë intervenimet e ndryshme, po ashtu është PRP-ja, PRF-i që janë bojnë domethënë rigjenerimin e flokët dhe qelizave të saj. Një falenderim ndoshta për shkak të Dr. Lutfisi, i cili është edhe zbuluesi i robotikës, i cili na bën neve Care Hairfixin dhe Dentfixin që jemi domethënë një hap para klinikave të cilat ndoshta nuk do të punojmë në atë metodën në vjetër cilën është dhe tash, mirë po do të jemi me metodën e avancuar me robotikën. Kështu që një falenderim për arsye se ka ardhur nga Turqia për më respektuar Dr. Lutfia, i cili është edhe zbuluesi i kësaj makinerisë. Për flokë s'kem nevojë video. Jo, kreti, do për flokë Pa tjetër nevojshme mendoj sa shumë, tash vetëm të Kosovë kanë fillu klinika goxha shumë për shoh dhe për kap, unë shpresoj dhe mendoj se të doki besoj shumë se është si me suksesin në dhëmë që ka pasi dental, unë edhe të njëjtën sen për flokë, mendoj që do t'jetë një ndër klinikat ma të avancume dhe ma mirë në rajon edhe me gjerë, kurse vetëm i uroj sukses edhe i uroj gjithat mira dokit, edhe shpresoj ata njerëz që s'kan flokë, tash mujnë me qenë krejt me flokë, kështu vetëm i dëshoj krejt mirë. Është njeri me vlera të mëdha shumë, edhe vlerësojmë punën e tij shumë, mbi gjitha ne e duam shumë sepse është një njeri pamirës. Edhe Doki është për mua një njeri shumë si me thonë, kryesor të shoqëria jonë. Të dashur miq, kolegë të nderuar, bashkëpunëtor të shmuar dhe musafir të respektuar. Mi mbroma mirë se vini në hapjen zyrtare të klinikës tonë të re Care Hairfix. Një vend ku pamja, vetbesimi dhe shëndeti i brendshëm takohen në një përvojë që nuk është thjesht estetik, por jetësore. Ky është një moment i veçantë për mua, një moment që nuk do të harroj kurrë, sepse sot nuk hapim vetëm një klinikë të re, po inaugurojmë një standard të ri në kujdesin estetik dhe në teknologjinë shëndetësore. Një kapitull që do të shkruhet me guxim, profesionalizëm dhe pasion. Për të gjithë ata që më njohin, e dinë që çdo gjë e kam ndërtuar me duart e mia, me sfida që nuk janë parë, por janë ndjerë, me përkushtim që nuk është reklamuar, por është jetuar. Nga një ordinancë e vogël dentare, ku fillova në Podjevë dhe sot vazhdojmë domethënë në Prishtinë.
Faleminderit. Të Dentfixi nuk kam kry veç unë shërbime, ka kry komplet familja edhe shoqënia jeme, edhe janë ndonë gjithmonë happy me t'lumtur, domethënë, me krejt shërbimet që i ka bo Dentfix. E di që ka me pas shumë ma shumë sukses me këtë klinikë, se e di punën edhe përkushtimin që e bën Dentfix, po e thëmë s'po ja thëmë emrin, për krejt njerëzit edhe mendoj që ka me pas shumë sukses edhe unë i uroj shumë suksese.